Përshëndetje të gjithë ju të shenjët së ujovit. Atëherë mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë parashikimin e vitit 2026 edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një vit sa më të mbarë të gjithëve, suksese në dashuri, në familjen tuaj, por edhe në fushat e tjera të jetës. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit nëntor, sepse aty përfshihet i gjithë muaji, videot e javës, video me tema të ndryshme në këtë kanal. Dhe ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin e tyre në këtë kanal, të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Doja t'ju theksoja diçka, ju mund të ndiqni shenjën tuaj ascendente ku e keni, përveç shenjës së horoskopit, sepse aty përfshiheni më së tepërmi. Dhe fillojmë në lidhje me muajin janar. Në muajin janar, shoh që ju keni manifestuar ndoshta për të qenë një vit më i mirë se viti i kaluar, për të realizuar dëshirat që ju keni. Dhe këto kanë lidhje në lidhje me dashurinë, me një njohje që keni, me lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, ndërsa për një pjesë tjetër në lidhje me punën tuaj nga ana ekonomike, në lidhje me shtëpinë, me fëmijët, me familjen, por kjo ka një lidhje dhe me dokumenta të ndryshme ose situata dhe çështje të ndryshme që kanë lidhje me institucionet shtetërore. Gjithsesi, është një muaj realizimesh për ju. Domethënë, në qoftë se ju keni manifestuar për diçka gjatë këtij viti, atëherë muaji janar është muaji i realizimeve, të dëshirave, të ëndrave që ju do keni ose që ju keni pasur. Kjo ka lidhje dhe në partneritete, bashkëpunime të ndryshme nga ana ekonomike, në lidhje me studimet, në lidhje me shëndetin, me fëmijët tuaj, me familjen tuaj. Mund t'i merrni situatat nga më të ndryshmet. E rëndësishme është që është një muaj ku ju realizoni gjërat që ju keni manifestuar ose keni dashur për veten tuaj. Dhe këtu kemi të bëjmë me gjitha shenjat e horoskopit. Dhe vazhdojmë në muajin shkurt. Në muajin shkurt jemi te energjia e zjarit, shoh që do keni shumë pasion, do t'i vendosni qëllime vetes tuaj në lidhje me këtë realizim që do bëni në muajin janar. Në qoftë se ju dëshironi të realizoni një dashuri, atëherë ju i vendosni qëllime vetes në shkurt për ta realizuar këtë. Në rastin tjetër, për të futur në një njohje, për të vazhduar njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, ju shoh në një pozicion mbretëror, por ju shoh edhe me një energji dhe me një forcë të jashtëzakonshme. Për pjesën tjetër mund të keni kontrata të rëndësishme, mund të jenë kontrata shtëpie, kontrata pune, kontrata për largime jashtë shtetit, ndoshta edhe në lidhje me dokumenta të ndryshme, por është një muaj që ju do jeni midis pasionit dhe emocioneve. Ju do t'i bëni gjërat me një energji të fortë, e shoh këtu zjari, por ndërkohë do ndiheni dhe shumë emocional gjatë këtij muaji. Është një muaj me qëllime në veten tuaj. Dhe këto qëllime varet për çfarë ju i keni. Mund të ketë lidhje me partneritete, me bashkëpunime të ndryshme, me një punë të re. Në rastin tjetër me një punë të re ose edhe në lidhje me dokumenta të ndryshme, sepse shohim që në muajin janar që ju manifestoni për të realizuar dëshirat që ju doni. Dhe muaji shkurt është një muaj qëllimesh. Dhe vazhdojmë në muajin mars. Në muajin mars shoh që dikujt prej jush, kemi të bëjmë me energjitë shenjave të tokës, dikujt prej jush mund t'i mungoj dashuria, dikush tjetër mund t'i mungoj ana ekonomike. Ndoshta ju do shpenzoni në lidhje me qëllimet që do t'i vendosni vetes, mund të hapni një aktivitet të ri, mund të shpenzoni, të investoni në shtëpinë tuaj, ose të bëni investime te fëmijët tuaj, dhe kjo gjë do t'ju bëjë që të ngeleni me pak para në përduar. Dhe do ta ndjeni mungesën e parave, mund të ndjeni mungesën e një personi që ju nuk vazhdoni të jeni në njohje ose lidhje, por në rastin tjetër mungesa e një dashurie ose mungesën e dashurisë. Ndërsa për një pjesë tjetër shoh që do ndjeni të lodhur fizikisht gjatë muajit mars, sepse gjitha këto mungesa që mund të ndjeni do bëjnë që ju
ndoshta t'ju japi një lodhje brenda vetes tuaj. Ndërkohë duhet keni kujdes me shëndetin gjatë muajit mars, sepse është një muaj, domethënë, jo shumë i mirë për ju, thjesht por as i keq, thjesht do ndjeni mungesa të ndryshme. Ose ju mund të ndjeni shumë të lodhur nga puna juaj, nga angazhimet e përditshme, nga mbi ngarkesa që ju mund të keni në familje, në shtëpi ose edhe në punën tuaj, ose ngarkesa që mund të kenë bëjnë po më tepër janë fizike se sa psikologjike gjatë këtij muaji. Dhe vazhdojmë në muajin prill. Muaji prill është një muaj fantastik, do jeni shumë emocional gjatë këtij muaji, do keni një fillim të ri në dashuri. Një person që ka ndjenja, ka emocione në lidhje me ju. Ju ndoshta është një person që dëshiron të shprehë këto emocionet e ju, ndërsa për pjesën tjetër i shoh më të gëzuar, më të qeshur, sepse do dilni nga këto situatat e muajit mars. Do keni dhe lajme të mira, mund të jenë lajme nga fëmijët tuaj, lajme ekonomike, mund të merrni lajme nga ky person që ju mungon në muajin mars, dhe në muajin prill ky person do jetë duke ju shfaqur emocionet. Ndoshta duke folur me të ose duke marrë një mesazh, një SMS nga ky person. Ndërsa për pjesën tjetër, do keni lajme të mira me shëndetin, lajme të mira ekonomike në lidhje me punën tuaj, ose partneritetet të ndryshme nga fëmijët tuaj. Por është një muaj i gëzuar, muaj i bukur, ju do jeni shumë emocional gjatë këtij muaji, por është edhe një muaj që ju do të çliroheni nga situatat që do kaloni në muajin mars. Më thënë, është një muaj çlirimi më tepër. Lajme të mira, por edhe emocione, do jeni full emocione. Dhe vazhdojmë në muajin qershor. Në muajin qershor, këtu jeni të energjia e shenjave të ujit, se nuk tham, këtu do jeni të energjia e shenjës së peshores. Unë shoh që në muajin qershor, maj, më falni, jo qershor, në muajin maj, ju do harrini të jepni zgjidhje problemeve. Mund të jepni zgjidhje një dashurie me një person, do filloni të vendosni një lloj ekuilibri ose balanca në njofit, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Në një rast tjetër, për një pjesë tjetër mund të ketë lidhje që ju do vini një drejtësi në lidhje me një dashuri. Ndoshta sepse shoh që do jeni shumë emocional, ky person do vinë në muajin prill, në muajin maj ndoshta vini një drejtësi në kuptimin që i tregoni këtij personi që vërtet e doni. Ndërsa për një pjesë tjetër mund të ketë edhe divorce gjatë këtij muaji, sepse duhet marrë edhe ana tjetër e medaljes së kartës së drejtësisë. Ndërsa për disa të tjerë shohim që do keni lidhje me institucione shtetërore, me gjyqe të ndryshme, me çështje dhe situata që mund të kenë lidhje me gjyqet. Dhe ju do merrni një drejtësi gjatë këtij muaji. Ndërkohë, shoh që do të jepni zgjidhje një situatet e vendit punës, situatave ekonomike, por dhe situatave të ndryshme në lidhje me dokumenta të ndryshme, në lidhje me studimet tuaja, në një rast tjetër, ndërsa për disa të tjerë në lidhje me anën shëndetësore, sepse shoh që në muajin prill ju do merrni një lajm të mirë dhe në muajin maj ju do të jepni drejtim edhe anës tuaj shëndetësore. Dhe vazhdojmë në muajin qershor, gjithsesi është një muaj fantastik, zgjidhje e problemeve, por edhe vënia e një drejtësie në lidhje me ju. Mund të fitoni dhe një gjyq ose diçka tjetër. Dhe vazhdojmë në lidhje me muajin qershor. Në muajin qershor ju shoh që keni kaluar shumë probleme në jetën tuaj dhe ju dëshironi të lini mbrapa këto probleme. Dhe do t'regojeni më të kujdesshëm në dashuri, për gjithë ata që mund kenë kaluar vështirësi në dashuri, dhe kjo ka zgjatur për një kohë të gjatë, mund të jetë edhe një 9 vjeçar, 9 muaj, ose më falni, për një pjesë tjetër. Gjithsesi do t'regojeni të kujdesshëm në lidhje me një dashuri, me një njofje që keni, në lidhjet por dhe marrëdhëniet tuaja, dhe do dëshironi që të arrisni pak nga pak të dashuri. Ndërsa për pjesën tjetër kjo ka lidhje me punën tuaj ose nga ana ekonomike, për gjithë ata që kanë kaluar probleme, ju do t'regojeni të kujdesshëm në gjithçka, për t'i ndërtuar gjërat përsëri pak e nga pak
dhe për të lullëzuar gjërat që ju dëshironi. Dhe kjo ka lidhje në çfarë do lloj situate, mund të ketë lidhje në lidhje me familjen, në lidhje me marrëdhëniet, me punën tuaj në një rast tjetër, me anën ekonomike, me fëmijët tuaj, por dhe me çështje dhe situata të ndryshme që ju mund të kaloni gjatë muajit maj në lidhje me drejtësinë. Dhe ju do dëshironi që gjithçka ta lini mbrapa dhe të shikoni përpara gjërat e reja që vinë në jetën tuaj. Ose edhe në lidhje me dokumentat, duke lënë vështirësitë që ju keni kaluar mbrapa, ndoshta për të arritur deri në atë pikë sa të merrni një dokument për të shkuar diku, për të larguar, por ndërkohë e shoh që ju do të regoheni shumë të kujdesshëm. Është një muaj ku thjesht ju do largoheni nga vështirësitë që keni kaluar për një kohë të gjatë në jetën tuaj. Dhe vazhdojmë në muajin korrik. Në muajin korrik shoh fillime të reja. Është një dashuri e re për një pjesë prej jush, për pjesën tjetër që do marrë zhvillime të mira, por është dhe një dashuri e menduar mirë. Në rastin tjetër ju mund të ketë një shërim, domethënë ju të shëroni zemrën tuaj në lidhje me dashurinë, me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Ndërsa për disa të tjerë është një fillim i ri ekonomik. Mund të jetë një punë e re, mund të jetë një projekt, një bashkëpunim, por mund të jetë edhe një situatë, një fillim i ri ekonomik, një bashkëpunim, një partneritet, ose në rastin tjetër një aktivitet i ri, ose një biznes i ri, ku do marri është i menduar mirë dhe do marri zhvillime shumë të mira. Dhe ki jemi të energjie shenjave të tokës, kalojmë në muajin gusht. Muaji gusht është muaj pushimesh, por ju do ndiheni në një situatë ku do t'ju mungoj diçka gjatë këtij muaji, ndoshta ju do shkoni me pushime, ju mungon një person, në një rast ju mungon dashuria dhe thoni këto pushime po i kaloj vetëm. Në rastin tjetër, edhe pse mund të jeni në marrëdhënie dhe aty mund të mungoj dashuria. Dhe ju do ndiheni mungesën e dashurisë, mungesën e parave, do ndiheni shumë të lodhur fizikisht, ndoshta do punoni dhe shumë, mund të keni dhe shumë shpenzime dhe me pushimet, dhe kjo gjë do t'ju bëjë që ju të ngelin me pak para në duar, por të menaxhoni dhe ato para që ju kanë ngelur. Ndërsa për një pjesë tjetër, i shoh që duhet kenë kujdes përsëri me shëndetin gjatë këtij muaji. Dhe vazhdojmë në muajin shtator. Në muajin shtator shoh që lajme shumë të mira, por ju do të çliroheni përsëri nga këto situata. Shoh një çlirim shpirtëror. Ju do gjeni paqen, do gjeni qetësinë, do ndiheni më të gëzuar, do filloni të buzëqeshni gjatë muajit shtator, edhe pse do duhet që të ishte muaj gusht ky që ju të ishit kështu, por muajt nuk i zgjedhim, planetet nuk i zgjedhim, dhe ju do harrini të jeni të çliroheni. Dhe këtu jemi te energjia e shenjave të ujit. Dhe ju shoh që ju do merrni lajme të mira gjatë këtij muaji, janë lajme të mira nga fëmijët tuaj. Ndoshta do t'ju mungojnë dhe fëmijët tuaj që do largohen gjatë muajit gusht. Ose fëmijët tuaj ndoshta s'do kenë mundësi të vinë dhe ju do t'ju mungojnë. Por shoh që do merrni lajme të mira gjatë muajit shtator dhe do jeni më të gëzuar dhe më të qeshur. Gjithsesi ju shoh shumë emocional edhe gjatë muajit shtator, por ndërkohë do keni një person që do vi drejt jush, që ka emocione dhe kjo gjë do t'ju gëzoj. Do jetë duke ja u shprehur këto emocione. Mund të jetë një lidhje re, një fillim i ri, ose personi që keni në jetën tuaj është një muaj që do t'ju shprehë dashurinë që ka në lidhje me ju. Ndërsa për pjesën tjetër, shoh që ju do merrni lajme të mira ekonomike, lajme të mira në lidhje me shëndetin përsëri, por edhe në lidhje me disa para. Me disa para që mund të merrni dhe kjo gjë do t'ju gëzoj. Gjithsesi, është një muaj fantastik, muaj shtator, dhe kalojmë në muajin tetor. Jemi te energjia e shenjave të ujit përsëri. Shoh rikthimin e një personi nga e kaluara, një dashuri, një person që ju mund ta keni pasur, ky person kthehet tek ju, dhe ju shoh shumë të entuziazmuar në lidhje me këtë person. Është shpirti juaj binjak. Në rastin tjetër mund të jetë që ju do mbështesni shumë fëmijët tuaj, ose edhe në marrëdhëniet, në njohjet, lidhjet që keni, do ndiheni
gjatë këtij muaji se ky person është shpirti juaj binjak. Ndërsa për gjithë ata që në muajin shtator do futen në një njohje ose lidhje të re, në muajin tetor do ndjeni shumë mirë, shumë të gëzuar dhe do jeni duke ndier atë njëri tjetrin në thellësi brenda vetes. Dhe duke menduar që vërtet ju keni gjetur shpirtin binjak. Ndërsa për një pjesë tjetër do kthehen situata, çështje nga e kaluara. Mund të jenë persona nga e kaluara që kthehen, çështje ose situata të ndryshme që ju mund të keni. Mund të jenë familjare, mund të jenë te vendi punës, mund të jenë ekonomike, gjithsesi janë pozitive. Ndërsa për një pjesë tjetër ju shoh që do mbështetni shumë fëmijët tuaj gjatë këtij muaji. Ose do jeni një mbështetje fort për fëmijët. Është një muaj që mund të takoni dhe një person që mund të keni kohë, vite pa e parë këtë person dhe ju do gëzoheni në lidhje me këtë person. Gjithsesi është një periudhë që do jeni nostalgjik, një muaj që do tregoni dhe pak nostalgjik në lidhje me fëmijërinë tuaj ose me vite të kaluara kur ju mund të keni qenë më mirë. Është një muaj fantastik. Dhe kalojmë në muajin nëntor dhe kemi energjinë e shenjës së Akrepit, që është energjia e këtij muaji. Shoh që ju do të jepni fund diçkaje. Mund të jepni fund diçkaje që nuk funksionon, një njohje, një lidhje ose një marrëdhënie. Në rastin tjetër ju mund të lini mbrapa vështirësitë dhe shoh që ju dëshironi të ndryshoni diçka në jetën tuaj. Por ndërkohë shoh një transformim shpirtëror. Dëshironi të lini mbrapa gjithçka dhe shoh që keni surpriza pafund gjatë këtij cikli, gjatë periudhës së nëntorit. Dhe këto surpriza mund të jenë në lidhje me dashurinë. Ju mund të lini mbrapa një njohje, një lidhje, një marrëdhënie dhe në momentin që ta mbyllni, aty do dalë dikush tjetër dhe do jetë një surprizë e madhe për ju. Ndërsa për pjesën tjetër mund të jetë që ju mund të lini vështirësi të ndryshme që keni kaluar te vendi punës, nga ana ekonomike, dhe dëshironi ta ndryshoni jetën tuaj dhe ndryshimet do vinë gjatë muajit nëntor, sepse jemi në energjinë e Plutonit. Plutoni sjell ndryshime në jetën e gjithë secilit. Është një planet, domethënë që sjell ndryshime dhe është në muajin e vet. Dhe vazhdojmë në muajin. Këto ndryshime mund të keni te vendi punës, ekonomike, se nuk tham, por mund të keni dhe ndryshime vendi. Ju mund të lëvizni nga një qytet në një qytetin tjetër, nga një shtet në shtetin tjetër, nga një vend pune në një vend pune tjetër. Mund të ndryshoni lukun tuaj dhe kjo gjë t'ju surprizojë, të jetë diçka wow. Gjithsesi është një muaj fantastik ndryshimesh, mund të them. Ndërsa muaji dhjetor, në muajin dhjetor jemi përsëri te energjia e shenjave të ujit, dhe këtu shohim që ju do ndiheni shumë mirë. Janë festat e fundvitit, ndoshta ju do bëni një rezume të vitit gjatë muajit dhjetor dhe do rezultoj pozitive për ju. Dhe kjo gjë do t'ju gëzojë, ju do ndiheni më të kënaqur, më të lumtur, si në njohjet që do keni, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, por dhe në lidhje me punën, nga ana ekonomike, por dhe me këto ndryshime që do bëni. Ndryshimet që do bëni gjatë muajit nëntor do të sjellin shumë gëzim tek ju, do të sjellin rehati, por do ju shoh edhe më të relaksuar gjatë muajit dhjetor. Është një muaj fantastik, ju do jeni të relaksuar dhe të gëzuar në lidhje me dashurinë, me punën nga ana ekonomike, por dhe me situata të ndryshme që mund të keni, mund të vinë fëmijët tuaj dhe kjo gjë t'ju gëzojë, mund të shkoni ju te fëmijët tuaj, ose mund të bëni ndryshim vendi ose diçka tjetër dhe kjo gjë do t'ju gëzojë jashtëmase, do keni lajme të mira, çlirim shpirtëror, nga ndryshimet që do vinë në jetën tuaj. Gjithsesi, është një muaj dhjetor fantastik në lidhje me ju. Dhe shohim çfarë mesazhi ju japin angjëjt për vitin 2026. Dhe kemi numrin 3 dhe ju thot, është një periudhë shumë e pasur, thot. Po lindin ëndrat tuaja. Përqafoni veten, por edhe të tjerët.
është një mesazh fantastik, ndoshta në fakt filloi që në muajin janar që ju keni manifestuar për të realizuar gjërat që ju dëshironi dhe viti fillon me këtë energji ku ju do realizoni ëndrat ose dëshirat që ju keni manifestuar, gjërat që ju keni dëshiruar të keni në jetën tuaj. Dhe përfundon po të vëmre me energjinë e kupave, ku ju do arrini të ndjeni shumë mirë në fund të vitit me ndryshimet që do bëni në muajin nëntor. Dhe është një muaj që thjesht përqafoni veten por dhe të tjerët. Në çfarë do lloj situate që të jeni. Dhe këtu flasim si në lidhje me dashurinë, me personat që keni afër, me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, në familjen tuaj, ose edhe në punën tuaj, në grupe njerëzish ku ju bëni pjesë. Por edhe ju mund të përqafoni edhe këto ndryshime të mëdha që do vinë në jetën tuaj. Atëherë kjo ishte për ju uroj një vit sa më të mbar, ju uroj të jeni sa më të lumtur gjatë këtij viti, vërtet ju realizohen ëndrat tuaja. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë dëgjim të këndshëm të kësaj videoje dhe një dasdite sa më të këndshme.